Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV. Do të jemi në Kuvend këtë të martë me një gjë shumë veçantë, që ka të bëjë me një personazh që vjen nga fshatrat e Mirditës, nga Fjerza. Para 3 vitesh e kam bërë intervistën me këtë personazh që ishte 92 vjeç dhe e kam gjetë rrugës në biçikletë. Ai na tregon se si jeta nuk putet për shkakun e enumeracionit të moshës, të viteve që jetojmë, por se jeta është e bukur pikërisht edhe në moshat e kaluara. Ai ka punuar në uzinën e Rubikut në punë të vështira dhe pas pensionit, edhe në këtë moshë, gjithmonë e ka bërë rrugën nga Fjerza në Rubik. Për 2 gjëra, për të mbajtur veten në formë dhe dyta për të bërë disa shërbime. Pra, unë e kam gjetë duke bërë shërbime për familjen edhe në moshën 92 vjeçare. Duke blerë ushqimet, por mbi gjitha duke pirë një kafe me shokët e vet atje. Është një bisedë shumë interesante. Pak a shumë vjen edhe historia e tij dhe historia e Rubikut, sepse historitë e krahinave nganjëherë vinë shumë më të sakta, shumë më reale, shumë më të bukura përmes njerëzve të thjeshtë. Ndiqni nga Fjerza Pal Ndojnë, 92 vjeçare. Më vjen keq se sot më kanë thënë ai është në karrocë dhe ecë prapë se prapë e kanë vënë në karrocë. Pra në atë kohën e gjeta në biçikletë, sot është në karrocë, por sidoqoftë, kjo bisedë do mbetet një kujtim shumë i bukur për atë, për familjen, për fëmijët që i kanë në emigracion dhe kudo. Ndiqni këtu në Akrolis TV në Kuvend. Është uzina, tani do ndana këto rrugës që të shkojmë për Fjerz. Jam drejtim të Fjerzës, i mi fut rrugës Fjerzës. Dhe ai miku jon kësaj rrugës vjen. Jam me Gjoalinin, me Gjoj Marfanen. Gjovi, jemi njësë herët mëngjes sot, për Fjerzë. Do gja herët për Fjerzë. Po shikoti, me që merresh me turizëm, unë do të prezantoj me një personazh shumë interesant. Me kënaqësi e takojmë. Edhe isha mosha është, 92. 92. Kësaj rrugës ku do ecë për makinë, ai vjen me biçikletë. Edhe në këtë moshë, a kupton? Edhe në këtë moshë. Pra, është turisti më i moshur i Mirditës. Domethënë që bën kështu, si quhet kjo? Turizëm me biçikletë. Turizëm me biçikletë, po. Shëtit me biçikletë. Po, turizëm me aventurë. Ja. Afroja tani në Fjerzë. Fjerza është fshat i bukur. Ta mendosh tani që gjithë këtë rrugë për dekadat tana e ka bën në biçikletë për marrë ke puna dhe metalurgjia ka punu. E mora në telefon edhe më tha që të pres në rrugë. Arshu herët ai. Arshu shumë herët me më prit mu. Imagjinoj brezi i ri. Shohat vonë. Ja ku është, ja, shive. Ja që, shiku është. Orda është, ja, ja, shi. Shi si rri, si king. E ka dhe biçikletën, Shiko, tani ky është pali, unë pitova sa ky. Interesante. Tani isha bosh e jeti. Ja, kja nuk shuni ki. Ti jetë 83, nuk shuni, ha? Nuk shuni. Keni punu bashkë? Të he afer, jo një sektor, po afer. Po keni punu afer? Po, për zote me te bashkë kemi punu. Po. Tani ky është pali. Pali Noj, ha? Pal Mark Noj. Pal Mark Noj. Pra është 92 vjeç. Po, ka marrë me taku se më kanë thënë që ti
je personi më i moshuar që ja futi biçikletë prej këtu e shkon në pikë. Ka shumë zotja, ka 13 kam shkuar. Po ka qitë dhemin për ti. Tani, tu jam zemër të Fierzës, edhe këtu është pali, është arë me gjovin, fakun e gjitha në rrugë. Po kjo rrugë është pak malore, thot më dhimin gjumit, thot po. Por më fyt në bicikletë kë. Bicikletën e lote është plak të poshtë. Tu tani kanë një në shtëpi i djalit. Pal, tani ti jeton këtu, a? Këtu. Tu ka qenë shtëpia vjetër? Këtu ka qenë kati para shtëpia vjetër. Shtëpia vjetër, pastaj çunat e kanë ngrit. Mani, zhoka meti ka ngrejt 2 kate. Ka ngrit 2 kate. Okej. Tani tu ke shtëpia vjetër, si tu shke bon gjithmonë rrugën për Rubik, a? Për Rubik. Për sa vite? Po në Rubik kam punu nja 32 vjetë. 32 vite në metalurgji. Metallurgi. Aha. Edhe dilshe çdo mëngjes tu, herët mëngjes, a? Apo ishim me 3 turna, si keni qenë? Unë kam punu me 3 turna që. Po, ke punu me 3 turna. Si me thani ka takue Aha. 10 vjetë sa për çdo turn, turni 3. Po, gjyshja, bashkëria jote, ku ka punu? Ku ke punu ti? Kooperativ kjo. Në kooperativ? Po? Nërshen këndër morja ujnëve. Ke punu ke marrë ujë në ndryshen? Qa thua? Pore. Si që? Po ka qenë ke pumpat qaten. Pompiste, kooperativ. Po, edhe atje. Dimnit, E pa në shu, më ne me nërmarën, e dhanë prova e ka në disa kohë, merë pensionin kjo, Me ca fëmijë keni? 8 fëmijë. 8 fëmijë, mashallah, 5 gjelm e 3 vajza. mashallah. Pra i keni rrit me sakrificë, me lodhe, me gjitha. Pa ata më se pit Edhe halin. ashtu. Tani ti atë bote përshtypje pali për shembull çdo mëngjes edhe në bicikletë, a? Morë përshtypje dhe gjitha, po kishu shkalamajtë e pre që më në orën 12, në orën 1, si vite mas shefit vetë në orën 1, në orën 5 mjesit tu shumë më nërëshë me harën e me gjitha, i kishtë në po tash jetë më rishi gratesotës, nuk shërë. Nuk janë si atëherë. Shiko, o gjysha, mu më bë përshtypje kjo, se pali qa bën kur është koha mirë, çdo mëngjes. Si e njës ditën, ma thuj pak. Për tash apo atë? Tani. Ja, të herë. Tash vesh herë mëngjesin, pe kafen, herë mëngjesin, e shkon në Rubik, merr çat bukën e vjen. Shkon merr bicikletën. Po. Merr bicikletën. Po pra, në këtë mosh. Po. A thu me veti në bicikleta, i thu në herë, o ki kujdes ti? Shkon në bicikleta? Besa i kam thënë shumë herë. Pore, ka harar boll. Se më ka së gjëgalamajnë se na kena moshën në shku, po për më gjatë s'du t'je se kush. Ashtu, por ky ti ke besim se se gjenë zhakde, a? Kush po je? As në bicikletë jo? Biciklet, jo, se tash kanë dalë do 3 shkujnë, Hecin rënë. po hecin rënë shumë Atë- herë. Parak se më se nga s'mo kush. Do kusha. Ja. Unë isha atë më gjatë i shoh si pjum push këto kaluë. Po. Po s'gjinit një kontroll me i shiku. Po. Se është shumë e zërshme ta shofish të fluturu njerin. Ka Po, pas po. rast një si ka dal pri në gjade e ka dal keni shpeja që edhe ka hikë ka lënë në makinën, edhe ka hikë kë Prej shpejtësisë. Po për shpejtësisë. Atëherë ti do t'ju bësh një apel që në përhatër të plagut, mos eci shpejt aty, sa plagu në bicikletë. Po se nuk kam shef të jesën në gjade. Ma shka për të gjelma këtë kjo është shisi jashtë, kjo është mashallah. Këtë shpinë ka bo djali, e? Po, mundi. Po sa mërgullie, po sa bo vetë me durët e veta? Po të vetëm bashkë s'kalën kun të u pa për këdorë. Po pas sa bo një mërgulli kjo, ja. Tu ka vu veni për menet, me gjak, me sofër, me gjitha, me një. Me gjitha. Me gjitha. Po me televizore, me tona, me... Sa bukur, shumë bukur. Po ne kohën sa të nga marrë. Na shef për atje, ha? A na shef aja atje? Okej, që mërgulli. Ja, i bëjmë fala mondit. Sa ka një ke bura e në shef. I bëjmë fala mondit. Sa mërgulli. Po mërgulli djali këtu. Po, më naj qiti ka punu me bollik fort. Po i pash, po kjo që kanë të mund... Kje ka së Po, vërtet, pasa që nis, me du mondi, e? Mondi është në Itali. Po, Është në Itali. Po, në Itali. Pas ka kjo- bu...
Këta kanë kërkesë shumë për punë ka. Po. Vetëm se ka gruan me fëmijë, e s'ka se me në njoni ka, e treqe. Po, e qartë. Por vërtet të mënyrë, këtë me durët e veta gjitha i Ka kanë? mo me durët e veta. Ja, shive, ja. Ti ka marrë punëtor për me një mu Po, për me mirë, hec. normal, po kam lafin në pikpamjen edhe teknikën, dizajnin, gjitha i pasa bo vetë. Ja, po i ka shkre, ma merë, s'ka shumë Jo, nuk punta. ka si ba, ja, shi si ka bo, Nuk ja. duhet ma merë. Ja, që mërgulli e ka bo. Ja. Kështu me fëmijë. Bravo. Po, jo, e pashe dhe, pa me. Okej. Bo më regullaj, nuk. Kjo është guzhina dhe si salon, shu? Saloni. Pasa vun shek do. Kam vonë. A i ke vu ti shek do dhe? Se ka, fjerza ka shek, e? I kam vetë në dushim. A i ke vetë, okej. Edhe i puno vetë gjithë shka. Po, vetë, gjithë. Bravo. Do ta shoh pak jashtë, më pëlqeu dhe jashtë. Ta shoh pak mënyra sepse puna Jo, puna me dorë që kanë bën. Është një mrekulli. Ja. Është çfarë punë ka bën mondi këtu. Edhe këtu gjithë teknik, tamam teknik kështu. Vërtet ka dizajnin modern, por nuk ka lënë edhe këte teknikat artizanale. Qa mërgulli e ka batu. Po, i 10 vjetë se kam bëshë. Ja. Ata sjell pak edhe këtu. Ja, qa mërgulli. Se ka bërësh. Këto janë gjinës punëtor, se duket puna që kanë bërë. Ja, e shkëlqyër. Edhe këtu le bicikletën pali. Te kjo vila që ka bërë djali, edhe shkon në rrugë. Tani këtu palin e kam këtu afër edhe vjen nga shtëpia. Pal, tani ti bicikletë le të shtëpia këtu, kjo shtëpia ku ishim bashkë. Ke shpeja poshtë. Po, ke shtëpia poshtë. A ashtu? Këtë bicikletë, a? Po. Okej, dhe pasaj e merr prej këtu, hyp në ta, e do të njekun, do të filmoj, do të hec, duke përgatit. Bicikletën e parë që ke pas, a e mon men, në qa moshe? Ma thuj paka shumë. Bicikleta parë kam pasur një sovjetike. Sovjetike? Po, një 28, po kam janë i ri atëhere, ka qenë na jo e modhe, heqëm për smari krejt Aha. atëhere. Për në qa viti bicikletën e parë? I takon shate një 3 vjetë mas i kam hinë punë, Aha. se s'mund bleshim bicikletë për shpetun. Po. Mas i kam hinë punë një 3 vjetë, Pra, 58 ka qenë, kam ble bicikletë, kam bëj një 12 vjetë ata. Mani kam marrë një kineze. kinezët 28 që prapë, date? Kinezët? 28 që prap, Po. 28 që prap, po ishte me lëvizje tjetër kom, Aha. e ne e kam moj në ata. Tere ke dola dhe pension. Kinezën e mojt atere sa dola pri punet kam del në 83-shin. Në 83 ke del për pension? 83-shin kam mush 50 vjeç. 50 vjeç. Sa në 50 kemi del. Po, metallurgët. Po, Metallurgët. kin dal. E në 53-shin. Po mirë, një gjotë, të shtymi pak. Ti në qa viti ke fillu punë? 58-ën, 59-ën, që këto të në 59-ën në metallurgji. Në metallurgji. Metallurgji. Po. Në 59-ën. Okej. Mani. Moshe re, normal që ishe moshe re. Po, moshe re, i fort isha boll për qenë. Po, se kështu ke qenë fizik, se dukesh ti. Fizik, edhe boshe norma pa fund ti aty. Se dërshkim ta shohim punën, do më tregosh pak për punën aty. Erdhe punën në atë po shkojmë, Po, për se ti e se nanën. 3 vjet ke shku në kam, atje ke puna, ha? Po, kam shkuar në fillim, kam shkuar në kam. Në kam, prej këtu në kam, atje. Pastaj, kur more bicikletën, kjo rruga, i minut, kjo rruga si ka qenë? Kjo rruga këtu? Jo, rruga ka qenë, po rruga ka qenë ma kjeshe. Po ma kje, po a ka qenë asfaltuar në atë kohë, s'ka qenë asfaltuar? Ja. Ha? Ja. është bën nga italian, se kam fotografi tjetër unë që ta saj kohë. E kanë po rrugë vetëm. Po pra, rrugë, edhe ti shkoshim për atë rrugë, ha? Pa asfaltuar. Ne s'kishim shumë. Po, edhe po e kapshe shpejt, pastaj normal, më shpejt se sa Po tjerë. vishim ma shpejt e doshim me bën një punë kë shpeja. Jo bicikleta më një mote, Po, bone ti kur dole në pension. Bicikletën e mojta do dit, e mojta do kohë prap bicikletën,
E ne e pash se ato lishtu e kom marrë tjetër. Ke marrë këtë tjetër, ha? Po. Mas kinezës ke marrë te? Po, Te këtu. Kjo është 26 më duket. 26. Pra se e ke marrë pak më të vogël, se e shoh, e ke marrë pak më të lehtë. Ma vogël e forta, po atë ke ronë në tetëve. Në tesme është pak e ranë. Po mirë, se të bë mirë. Tani, okej, merre biçikletën edhe të shoh tani duke hyp aty, pastaj do bisedojmë rrugës. Mirë? Hajde. Hajde. Merë atere, po... Unë ka dalë, het. Ka dalë, mos kemi rak. Ja, fali. Ja. Tani unë kam hypë makinë edhe pali ashtu hes para nesh, po hesim pak nga dalë. Ja, po, shik. Tu e ka lëshu sepse është dyshes pak. Ja, shi si vjen pali, ja. Edhe ban këtë rrugë pali tani. Ja ka kam pasur tani pali. Ja. Pa në moshën 92 vjeçare, Gjovalina është e pabesueshme, ha? Për mendon. Si i dhimbshin pak gjumit atij. E vështirë, domethënë duket domethënë ta besosh sot për një sinqerisht? 92 vjeçar, Po. marrë biçikletën çdo ditë. Është interesante realisht. Por është një apel për të ritmën që nuk lëviz kush. Tregon për Bicikletën, se çfarë. do ta pyesim për shembull për disa elementë bicikletës, ja. Është rruga, ecim edhe pak këtu. Shkëndej rruga drejt që ta kemi edhe me kujdesin e duhur apo. Këtë rrugë e ka bën atë kur ishte e pa asfaltuar, do të paraqes në një foto të vjetër të kohës italiane. Tani e kam atje në fund të rrugës, ja ku është, atje. Normal që hecën nga dalë, edhe për moshën, 92 vjeçar është e pabesueshme. Është shumë i kujdesshëm. Normal. Është si si e përshdesin me kështu. A, bravo, Paul! Shi si e, Pauli! Edhe ec me kujdes kur kalin makinat kjo. Ja, e përshtet ai. Se këtu ka pak malore. Ja, ka pak malore, edhe i duhet mi u dhënë pak kampe. Pa këtu do pak energji, do pak forcë. Ja. Pak malore këtu, ha? Ha? Ma ka dalë. Po mi po ta lodh. A të lodh malorja? Pak, po, pak. Pak. Po dhemin kocit. Po ti prap se prapa, a më the mu që i shkrifton, ha? I shkrifton nga bicikleta. Ja. Ja që ta kuptoni këtë punë, është 92.
92, ja shi si jep. Ja. Me bon pak në siklet me edhe në këte, të dëdëru me ju dhanë kamër pak me forcë, dhe të kohë të pak me lorë. Po gjoj me ja pas lakmi mosh ajo, no, ha? Por zotën. Tani e kalove pjesë e vështirë, Po, ha? Je ma letë tani, ha? po, të e kam letë. Si kreshtik malesh je. Ai mavje. Po mirë, shikoj, i ke me 2 kosha ato që qa merë dhja, merë Gjan Rubik, qa merë dhja? Ha? Të ti nuk i mush për qatë më duhet. Po, do më bënë pazarin e bëha tje, apo? Po, po i marrë vetën. Shpër një mërë vetë aty. Qdo dite pa këtë qa? Apo, qdo dite pa këtë pazarin, qdo dite pa? Ha? Qdo dite pa pazarin? Ja, të ti. Prova, e s'ka... Tani shfaqet Rubiku, u pali vite vazhdimisht. Edhe kur ishte medalurg. Është kisha, ata prismat për kishën. Tani kemi kishën, ha? Ke kisha, a shkon dhe kisha? Po, ka i herë kur munëm, pa a do malore. Ajo malore, pa me bicikletë nuk shkon të ti, po. Ja, Ha? ja. Po madhë shtore, kisha, a, Ja, shiko. ja. Se ti, Vetëm me kom. ti e ma men kishën qysh në vitin, që atë mund, 1935, veçën fëmijë. Ha, A ke pas shkuat herë? po i kam parku e shish. Ha. Kam parku me nanën shish 8 vjeç. Qysh 8 vjeç shote ke kisha këtu? Kam parku me nanën. Me nanën, ha? Po kam parku e shish 8 vjeç. Që 8 vjeç, po. E ke pas knaqësi me Po ka shku? qenë rruga shate, se dilte. Po ka qenë rruga malore aty, Po ka qenë Në kam. shate. në kam, aha. Me për të hea ma më gjate, ma mera për thuj. Janë kesh këtit. Tani këtu na duket uzina, pal. Ha? Duket uzina këtu. Se, digjo, uzina ti ke fillu gati 10 vite më parë punë ke meteorologjia. Uzina ka fillu ma vonë, apo? Ka fillu vonë kjo. 10 vite ma vonë, pra. Ka fillu vonë kjo se Ha. u prodhote bakri, Po. ishte kur. Kur atje? Prodhote bakri ka lep. Po. Edhe kjo është elektronizat për me Po, mirë, okej, e di se... përpunue. Po, e di, po. Vazhdo, mos pengojmë. Hes me kujdes. A je log? Ja. Fare, ha? Ej, qurat e ri lodhen me hes kaq sa ti. Tani, më trego drejt si i ke gjujt, sash, e i ke ma mirë? Ha? Gjujt. A i ke ma mirë, sash? Për tek, shtirohen. A shirohen, pra, ha? Ku e u njerëzë, pra, ta kuptojnë. Tek, po tek. Pra, bicikleta ty ti shiro gjujt, apo? Tek, po tek. E këtu... Është rrugë për katon tjetër. Nga katoni vjetër ka pas shumë metalurg, ha? Po, edhe ata kanë pasarë bicikletë? Po se Zhok Jakun e kam taku. Zhok Jakun më tregote, i kam pa bicikletën e vjetër aty. Po të he, po të he. Jo e ka pas në atëherë. Po vishin edhe nga katoni vjetër, Fjerza, ashtu fshatat afër. Që e Gurorja pal. Po pra, po.
sa kujdes jetë. Dhe pali rri nan të gjadës. E filmova pak gjatë se me thënë drejtën duhet ju them të tjerëve shi, ja, rruga është me kujdes, nuk është rrugë shumë e lëvizshme, domethënë shumë e qarkulluar, sepse është autostrada më tanë, po pse rrugë? Moshat, kur them moshat, ata që dalin direkt në pension, pse duhet mbyllen mrena? Pali u tregon që nuk duhet të mbyll mrena. Shikte, e kam marrë tani palin në sfondin e uzinës, që jashtë. A ke nostalgji për mu për uzinën? A ke nostalgji për uzinën? Uzinën? Ha. Qa për me hjeni? A të kujtohet më burr uzina, a të kujtohet puna në uzinë? Po pra punë, vetëm se kam pas, se nuk kam punu atje. Se s'ke punu ti, se nuk të kanë besu më duke ty. Ja. Pal, se i pali e. Ja, shi. Ecim se du me e prit atje, ta presim atje Gjovalina, mu aty, ja. Shi. Ta presim ke ura vjetër, nuk ke ura vjetër ta presim. Shumë të qytetit. Kjo është Shtjefni. Shtjefen, hajde pak që aty, hajde. Shishti madh pali, shikë. O pal, do ndalë ashtu. E ne kam shef me të bo me Shtjefnin. A mirë? Tani ju bëna dyve bashkë. Njëri për paraspor, qëri për i ferse. Po, paraspor, se ti kem paraspor aty. Ky ka në Për fjesë. uzinën, tjetëri për e gjithë. Për metalurgjin. Pra ne... Për faqësus, të manë. Okej. Shiko, Shtjefen, a shef palin vazhdimisht? Po, Ha? po, takoj, shpesh herë takoj, e për shnes, Po? për moshën që ka pes biciklet është Po të shkut në atë 2 vjeç, më është pa imagjinueshme. Është pa imagjinueshme, ha? i lumë. Sinqerisht. Ditë për ditë jenë rubik, Po, vje këtu, merr pazaret, po, pi kafe në shok. Marrën e, prapë e edhe këshpia. bëj një lëvizje. Më trego drejta, je lodh? Ja, mu më dhe min kam tonë, jo. Pisi nuk je lodh, ha? Po prej atje se kishte pak malore në sa vene. Edhe hes vazhdimisht. Janë do malore, si... Po janë malore ma shumë si shtu. I marrë në kom të vene. Jo, e merr gom. Nësa jo sot si morën gom ti sot. Ja, kështu jo, kështu. Kështu, nësa ka shkon po. Është e lodh. Shiko, tani ti ke punu në metalurgji. Sa vite ke punu në metalurgji? Një 33 vjet. 33 vjet. Ka qenë e vështirë për ty? Në fillim ishte, derisa fillova mësova zënore. Pastaj nxit. Mani e pona shakmak. Shakmak pastaj, ha? E boshën norën vazhdimisht e kështu. Mani e mora në pleva në bicikletë për me shku me ardhe. Po. Me punu kë shpëja i cop here. Aha. Se bicikletat nimoj pastaj për tar këto. Po, vjen ma shpejt, shko ke shpëja puno ma shpejt. Shtjefen, më thuj diçka në mes metalurgut, pra punës atje, metalurgji. Sepse atje si tu shkrihi minerale, Ti ja? shkrihet guri, mineral. Guri minerale, shkri. Edhe bakri blisër. Edhe vinte me sa përqindje vinte këtu pasaj? Tu vitin rreth 80% Që vinte këtu. Po, që vinte. Ashtu, tani puna ma lodhshme ku ka qenë? Puna për anë fizike, Po, ka qenë metalurgjia. metalurgjia. Po, për anë fizike. Aha. Kurse anë teknologjike kuptohet edhe gazna ka pas më shumë. Nëse do mos partisht. Ka pas gazna shumë. Kur ka pas këtu? Ku? Po atje. Partisht. Dhe shkrirja e aljashit. Po atje. Ka pas elemente. Atje kishte, por kishte sufër më tepër, dhe sufri nuk është shumë i dëmshëm Aha. për trupin. Aha. Por më i dëmshëm janë do gazat e selenit, janë do gazat tjera që Po që ishin këtu. po, Nësa punë voluminoze, punë krahu, punë ma vështirë, ishte atje. metalurgjia. Edhe, okej, a e mon men të tri? A e mon men Se qëko? e kam në mek. Jo, Po, si ka qenë, më thuj pak laf për te, mi thuj pak, se kam shumë shqet di se qa përshtypje keni pas për palje, po. jo, Mi ti thuj, shkallë ka qenë dhe ti 20 vjetë më atë. 20 vjet? I fuqishëm? Po, trupin, për trup ka qenë tamam. Të rego edhe mosha që asët 92 vjeç, ato hesë bicikletë sot.
Aha. Unë jam mosh tjetër e prap kam peripecin në hecje. Po. Ky më tha i gjamë mu që duke arë rrugës, tha, me bicikletë, se pra ne më bicikletën, thot, ndër tjera, thot, më shkriftohen gjujt. Po. Më shkriftohen. Edhe kështu. Po, edhe Si puna palesës. Lëvizja. Po, sepse ne shohim shumë të moshur, cilët sa dalin pension mbyllën brenda, nuk a kupton. Si puna palesës. Po, mbyllën brenda i shoh, ndërsa për shembull ky është një shembull krejt unik. Këto, sa ditë që më shtet, sa ditë jam ma kesh. A ditë si më të hezesh, je ma kesh. A ditë si mos sa shoh në rrugë, vetëm duhet me A janë interesant sepse më kujtohet edhe një tjetër. Nuk e di ka punua, s'ka punu në uzinë, ka qenë Geg Vuka. Aha. Edhe Gega vite, interesant kjo zonë. Gega koka Mulungu. Nga Mulungu, edhe vite Gega, 105 vjeç e kam intervistu unë. Gegen. Edhe vite merr të pensionin vetë. Ti po le merr vetë pensionin? Po vete. Vite merr këtu. Atëre, kur vje këtu, okej, ban pazaret, takosh me shok? Po, shumë shok, bile, vetëm se me të drejtën nuk pej shumë gjona se hane marrë një lëshi, kam një 5 loj lëshish. Po? Po, një mënet, kam një mirë të rem tash. Po e qartë, po ndihesh mirë me shok tu i tu? A boj i bashkë? Ma mirë, s'ka punë e vakej. Aha. Unë njerë ja u di për njerë, Përpecitë e viteve. Pa, vite. njerë ja u di për njerë se se më bon 90 vjetorin, ma bon një drega atje se nuk di se si. S'ka rëpë si mja pa gjuhë sindikat se pensionistëve e veteranëve si ma bon atë. Aha. Po merën potën e mecët, e merën në dëvajzaj. E ka lu merë kretë. Shumë bukur, shumë Jo bukur. bukur, po ka qenë merë shumë. Tani, ky ka metalurgu më i vjetër, sot shqifen, ka tjetër që është në moshën e Ja, nuk zabuka, po nuk del. Zefi nuk del, Zefin e kam taku shpesh herë, po jo ti gjos, po. Nuk del të. Po tani nuk del. Ka të drejtën që... Gjok dhe gjini. Po gjoka okay, po gjoka 80 sa vjeç është. Ja, Gjoka nuk është i ri. Ma ma i ri se këto. Është më i ri. Nuk ka. Ja. Nuk ka. Dhe me s'ka qenë. Ky është më e shoh, metalurgu më i moshur. Edhe për shqisaj zone, ku të ishin nuk ka, nuk ti është i plakë një shumë. Kështu që jetu afro shekullit ti me kalu dhe shekullit. Bravo. Okej, shumë mirë i madhe. Përpecitë. Okej, shumë mirë. Pasin punë. Ti falenderoj shumë. Tani unë nda me Shtjefnin, që ka punu në uzinë Shtjefni, për vitet tana. Pal, bëj kujdes, bravo! Po Pal, kemi ardhur tani në hyrje të Rubikut. Pas fillimja. Po, fillimi i Rubikut. Ashtu. Kishë në nëtë. Drejt kishës sipër, ja ku kemi kishën, ta marrim edhe kishën. Ashtu. Tani do të ku do të ndalni edhe pastaj? Ku do shkojmë? Ku do ndalemi? Unë qofse të ne ku të thoni ju, po... Jo, si e ke ti zakonin tanë përditshëm. Unë kam me shku me marri të buk njerës ati. Ku i merr? Ate ke shkolla e teknikumit. Ke teknikumi aty? Ke Nica, ke Zhitush. Okej, do të njek unë pra deri atje, edhe shkojmë, dakord? Shkojmë atje, do të njek te buka, shoh ku shkon merr bukën. Ku do të ndalë? Pastaj do me atje ku merr bukën, ku në çfarë veni do të ndalesh? Ke teknikumi. Ke shkolla e teknikumit. Mu ke shkollat ndalna. Po. Okej. Hes atje takona, mirë? Merë atë. Hajde. Tani hyrim për qytet, shi tani për më shumë kujdes. Ja ku përshnet tani këtë.
Ja si e përshnesin dhe që. Pak malore, po, pak malore. Zërin të du ta merrni si model ke edhe këto, ke turistët, edhe të hujt, për t'ju tregu. Do t'ja u jap këtë video. Besoj dhe e shkëndim me goxha biciklista që bëjnë Ja, rrugë dhe po, shumë interesant. rrugë të vjetë. Shumë interesant. Tu jemi mes të Rubikut, qena Baddoshi, qena Gudurore. Lërë të hece pak para ta ndjegim shumë deri ke fura bus. Si jeni? Orë quna? Përdorni bicikletën, orë quna? Ja. Hes nga dalë, a kërkon ti është për pas siguri, kështu, pas siguri këtë. Hanë gjithë më në krahun e vetë rrugës. Po, më krahun e vetë, po, shumë i kujdesur. Niko! Ku është kjo furra tani? I kënë të hapën do tjetë. Ha? Cili është dyqani këtu? Kjo dyqani këtu, ha? Ja, tani kemi arë ke veni ku merë bugën, ha? Ja, edhe i shoktoni me bicikletë e pashun? E pash i shoktoni me bicikletë? Nesë dherë. Pal, tu e merë bugën? Torës një fort, që të mund. Tu e merë vazhdimisht, ha? Ti marrë një di bukë. Po, sa dosti. Mera tere se. Këto janë të usirë me murë. Ka herë. Shumë e dhe baj, me i ta për dhe. A, vërte, pas në e Me i ta për dhe për e. vërte. Pali është klient i përhershëm këtu, ha? Po. Vjen merr bugën? Po. Çdo ditë? Vim biciklet, Po. se nuk e di me çakar. Po, shiko ka bicikletë aty? Me bicikletë, po më kanë shkëshru këtë. Vjen vazhdimisht me bicikletë? Jo, vazhdim me biciklet. Po, a do përshtypje aty ky? Shumë, 92 vjeç. shumë përshtypje më ba. Sa shumë e rregull. Shumë i rregull, po. Po. Edhe blen bugën? Është e rregull, si e punë. Aha. Një së duke ka si qesën e vetë. Po. Një me qesën e vetë. Vjen me qesën? Qesën e vetë. Po, se sot e kam gatruar unë. Jo, Po, e kam gatruar unë, hajde. Po, që për vjekë Po, e kam gatruar pak unë pra, nëse e ka harruar qesën prej meje. Okej. Po ky është i veçantë, ato dy vjeç nga Fierza, ka ardhur me bicikletë nga Fierza. Shumë e rregull. Edhe ato malorët i merr te ky, kështu jam kënaq me ta sot. Po, mos e vërtet, po. Mrekulli. Fotografi E merita. Po, tani bugën e more ti. Zakonisht merr dhe ushqime tjera, ha? Po sot i ke marrë tjetër ditë, okay, po zakonisht vjen pra me dyja që ke këtu ti blen dhe ushqimet. Pra, cilat gjitha ushqimet apo vetëm Ma tepër të kjo i marrë. te kjo, merr fruta perime gjitha, ha? Edhe i ngarkon dhe i shok e shtëpia. Jo, këtë i kam Aha. Për të punë i ke marrë, bro. një surëzis të katunit. Bravo, qoftë. Okej. Atëre, ndërkohë që pi një kafe me shok, ha?
E pi një kafe me shok? Mirë. Sot da pish me mua, a mirë? A shkojmë? Hajde ta pim ka e lokali i Gjovalinit. Shkojmë aty, hajde. Një rrugë me pi kafe bashkë. Ti tu pi çaj? Zëmërish pi çaj o kafe? Apo e nisë mëgjes? Jo të shpia, nisë me kafe. Ke pi kafe të shpia. Kur ti keshe me pi kafe dhe tu, ku vjetë me shok tu. Apo është me shok. Edhe pi dhe kafe. Dërën, kur vjetë në rrugim, keshe kur me shok. A ke shumë shok? Po ne. Po shumë, në qita si shkërë që ishtu. Po vetëm hajtë. Vetëm hajtë të Ne po i shpeshter se bashkë ato ku prej lashë. E ne ofri lashë me në du një përzi i qojnë dhe. Ha pra. Raki e shumë. Ha, Fara, pse raki? më mdhej natë në mund si ishë. Ha në bërë sa dhe pak. Pa me një kohë, pas e kohë me pinë parë? Hish, nuk... Mirë, shiko, po ushqim. Ushqim, Qa përdojë? dhe se që t'kale ora 12, ja filloj e hormën. Andrej. Kanë edhe mëgjesin, edhe drejkën edhe darkën. Po hormën mëgjesin. Na të mëgjesin, në kom pa hormën, po prillë është, me pej më zbuke. Edhe ham pak. Ne hapa. Zoni që hanë? Një shaj me gjatë, mire se një qofte e kanë po, me gjatë në atë gjatë. Shumë gjatë, di se buke sa me hori lërë. Sa me po, me kalu dhe i lashë. Pasaj në drejkë? Në drejtë, kushtim, shakirë, lopë në pasinë. Po, hanë dhe përën, hanë mirë në drejkë, Që më kanë pa horë, se unë kanë... E atë më taku mu lëbdu, Po jo, mos po kam qenë e një fort shumë. Po të dukesh të muzikë, që kam pjesët. E një fort shumë. Si ke që një forë? E kam pa horë, unë horë hetë hetë. Po se ajo të matë, po janë të një hatë me kararë, atë tonë. Ja, me kujdes, Atyre ti fajë mirë atje. A është e mirë për ka shëtë sa në drejtën, për kur kam pas mundësi, nuk e kam po me gjithë. Qa ke bo me hinës? Duke qenë në metallurgji. Duke qenë metallurgji për unë aranë. Unë shumë aranë. Në më shumë, duhet për ushqim. Edhe së qamë përmeni një bisedë në dhe mishin e marë në derbit. E ke pasanë? E kam pa marrë pak, e pishim që kishim sa në godët. Po, edhe pishim të mishkore, po ke storë. E hini herë? Si është të mërë, po se po i kam filmuat, si e filmuat o, pa mërë akare, po gjotë, pa tine i kam të atë të një, pa gjotë i e mërë që mishin e barë, E mërë që gjithë. e shpije, sa dera po. Toshin shumë, por kërë zotin toshin a tjesë të kam kërdere të është, po, e marë e s'mish ma mirë. Ujeta hargjur mirë, ja mërse, ko atjesë në shumë. Edhe ti e thashe mishin dhe. A ma lidh faktin që ti mishi i barë dhe të bënë mirë organizëm për shurën që kishtë aty, për plona që ishtë, në majë mëndë e ajo s'kam dalë marë dhe Tufri, unaron. Me ndoj që ka një ku mishi i barë të mirë, Ma mërë menja, se nuk ka ka gjatë tjetër. Pershin që të bishin në qumë, që bishin nërmotë, nuk i kishim marrë. Po nësë s'kem marrë këtë tonë. Trajtom një në vejtë, ti e ke zëmësu mishin e barë dhe me ndonë du. po. E që më të tonë ty, të ty në skimez, e skimez në resi, i më duke të amas jetë skimez, pra ne edhe kanë pasë në këto të ma, dhe që i gjithë, ishtë të fushishëm, dhe ishtë të barë. Kanë drejtë. Unë moj me në vetë në këra ditë, në pasë të mojë. Doni me gjithë këtë punë. Pa tjetër, ka qenë me trisë, jo t'i burë. Shqyve kur ka qenë. Kime ka marrë për një këra ditë, kime ka marrë lejë. O, grunin, o, njëse,
Shënoj, kemi pa marrë furnizimin, ka ditë. E merë si familje. Ne merrem si familje. Merë po shëlloj një lirë si merën një javë, merën 2 punë. E ne furnizimin nuk nga gjithë. E ne më thotë thote, imitar. Furnizimin nuk e kemi marrë, vetëm 2 punë një javë, e ne në hullë më kribu. Ne më thotë në të vëzë, thotë jam të hinar, thotë me kërë këri grunë, po gruni unë i vokëni ka një 9 vjetë. E ne hinar e ne gruni ishte tomit. Ato hetë qaj, jem të thënë furë, sa me shurë, e kom pas të forë, të në nënën, zhëjë fakt. E ne e kushën kursa, e thajta, e shkisa, e ne e shqyke mudhenin. Se tuj një kishë aty. Mudhenin, kishë mudhenin, grunin e kishëm në artenë. Gruin rregull, e ke marrë njohë me ju, s'ka qenë bon? Nuk ishte bon. Dhe ka marrë ka tha. E ka thënë fut, ka fut zorë fut. E ka thënë. E ne i thash, nuk bëhet bukta. Se ishte tonë. Jo thahet me furë. E ne thahën furë, e shkim, e shumë që përveni nga 2-13 gjumë, kimi hor nga 3 ditë gjumë, me hor thot ata. Ma atras. Shiko, falë, se mësove një gjanë shumë interesant. Ne në festival Gjirokasë që ishim tani, në Gjirokasë, ne ansambli Mirdita, unë jam direktori ansambli. Dhe ne kemi shumë një fabull, po kujtoj të historinë, kemi shumë një fabull, Mokna jo Mokna, ke përësysh që këtë Mokna dhe Mokna. Me plu, me dorë. Për shembull, ka zonë mullin, unë ishte ngrej tjetër, ishte mullini lartë, Mos e met, kur të vinte një huj, sepse militori, problemi më të madhe ka pas e hallë më të madhe kishe, nuk s'kishte ku me prit mikun. Ashtë, ma kujtove tani, ma do të ashtë. Dhe këta e blunin me mokën. Bluj. Ka qenë nalje. Po, dhe këtë tani, si është ajo fabula, ne do ta sillim. Ashtu do ta fusim këtë emision këtu direkt nga skena Gjirokasës, shohim atë, ta lidhim me bisedën e Bluj Mogën. E ke po, e ushqim, Tani ne kemi bën festival. e keni bon. Dhe kur dali kjo biseda jonë bashkë, i kemi ka po, këtë do jetë shumë e bukur. Mirë. Kushte rëzali e meni uj, bluj, mokën bluj, silu e bardha mokën bluj gjustakun kokër vogël. E të pjekim një buk rokull, cule mullëti mbledhë në sofër, ushter zalije una luj, bluj, mokën bluj. Mas daljes në pension, ti ke dalë 50 vjeç. Mosha e 53 ke dalë. A u morë me punë pasaj? Ke po punë? Të punë, po për nuk krishet punë. Që s'shime punë?
punë. Du me punu punë. Po ti ke punu. Me thënë drejtën bili u thash në mesër e thash. Atje thash i kam pas 8 orë punë, kanë thash po 16. Tani E punosh fshat po. Ka 16 po. punosh 16. Sa ishte atje në 8 orë. E në kështu si me bujshinë, me këto janë. me prodhime, me bati po kemi pas. Me pas bati? Kemi pas. Je marrë Kemi vetë? pas dheje, kemi pas jope. I ke shilber? Ne veti kam shell, marak i kam pas, po isha i fortë për punë. Rëjkim për punë matron, rëjkim Matron. Po kam pas në babën, me të drejtë, po baba më ka lënë të vogël mu. Në çfarë moshë vetë? A i ka qenë ke 64, a ka pashkue, s'ka pashkue. E ne unë isha shaktu një afër 9 vjeç. E ne dish baba, shkuje, por i thëm nonë shmrapa, i thëm pasatës thëmë, se dish baba? Ka pa punu mirë mëjtja rruga, këtu dritë ke vërrezë, dhe ashtaj muri 2 metra sana. Ajo ka qenë me beton, ka qenë atëhere, kurse të hekan, e ka bo me rëtë, të hesë të u prikën ato. E ne tha, kanë pa punu mirë mëjtja, tha po, kanë pas urdhën me dalë me pastru kresen në betonit, sipër. Aja zhu me gjithë karrotë ka ra në gjatë. E nëse shargjenje ka ra, a i ka jetu në një 3 javë mrapa në ka marru. I ka arë prej 3 sharë, sa i ka arë. Erzumja me gjithë karrotë. Se pranik se më boni shumë pushtim. Me gjithë karrotë. Po më boni shumë pushtim, se do ti 92 vjeç. Moshe morë, do ta kesh genetike këtë. Nona çfarë moshe ka Nona ka dek një 94. Pa gen ti pas e morë nga nona. E kam një motën 14. Po, Motë dogo. Po, tash edhe motra jote. Tash si gen jetë gjatë ju. Jetë gjatë. Tani e kam këtu palin. Gjin palin e njeh, ha? Shi. Si vjen biciklet. A e pal na unalo këtu pal. Na unalo nga dal. Bravo. Okej. Palin për saj kosh e njefti. Që nga kushti i vitit 1978. Që 78-ën? Interesant. Gati 45 vite fiks. Kështu e mban men? Shumë energjik, Aha. shumë i shkafët. Dhe i qipi, i hapur me njerëz. Edhe i hapur me njerëzit, okej. Shiko tani, du me më folë si mësus fiskulture. Që do të thot në këtë moshë në bicikletë? Pali është etalon i të vërtetës shkencore që lëvizja është jetë. Të mos lëvizësh do të thotë të vdesësh për zgjalli edhe në një moshë të re. Ndërsa lëvizja e vazhdueshme, energjitë e pashtershme që i ka dhe i shfrytëzon bëjnë të mundur që sot në moshën 19 vjeçare e Kosovës të jetë kaq energjik, kaq i shkallët. Të lëvizi për ditë e shoh në rubik me bicikletë, kryen furnizimet për shtëpinë, kryen punë, komunikon me njerëzit. Bicikleta vjen lëvizje shumë muskuj, por veçanërisht ato të ekstremiteteve të poshtme, të cilat janë bazamenti i njeriut për të lëviz, për të punu dhe për të jetu. Pal, për shembull, ne jemi nisë mëngjes bashk, prej Fierze, edhe ke ardhur me bicikletë. Më the që janë domethënë gjujt shumë atje. Kur qem ke shtëpia, ndërsa rrugës më the jam shiru pak. Ë? Pak më ndryshe. A je pak më ndryshe tani? A e kupton gjin? Në sajt lëvizjes. Te më thoj, po. Në sajt Lëvizje. lëvizja. Do të mundur që edhe ato defekte që domosdoshmosha mund t'i krijoje, domethënë i absorbon në një farë mënyre. Po, përveç këtyre lëvizjeve kështu, nga ana tjetër a ndikon tek zemra? Se pra ne thotë bicikleta, bëj bicikletën. Duke majtë një lëvizje të vazhdueshme, ritmike, ajo
është e sigurt që punon shumë më mirë se sa ti jesh dhe të qëndrosh. Do më qoftë dhe i ri, qëndrosh vazhdimisht në pasivitet. Ndikon shumë negativisht pasiviteti, ndërsa lëvizja bën të mundur që muskujt e zemrës, duke qenë ajo gjithnjë në punë, edhe me një farë sforcimi, krijon mundësinë e forcës shtytëse për të furnizuar trupin me gjakë. Okej. Atëherë ti si profesor i edukimit fizik, një këshill edhe për të rinj, po sidomos edhe për të moshurit. Asgjë më shumë se sa të ndjekin shembullin e palit për ta zgjatur sa më shumë jetën e tyre. Edhe për të qenë të lumtur e të qeshur sa të jetojnë. Okej, ju falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Të jemi nisë tek vendi i punës ku ka punu pali te metallurgjia. Deri aty ku vinte me biçikletë pali kur ishte në moshë jo të pensionit, pra kur ishte në moshën fizike, të duhur, si punëtor, metallurg i dalluar. Shumë i çuditshëm, kur më kujton të kohën e tij me sot në këtë moshë. Mirë, atëherë këtu jemi ke metallurgjia. Pal, domethënë ti me biçikletë ke ardhur 40 vjet çat punë ke bën nga Fjerza këtu, ha? Po, e ka luajtur punë. Edhe vishe ke puna këtu, ha? Puna e vështirë normal, ha? 40 vjet. Antone, mban men metallurgun? Ha. Po, se më ben. Metallurgun më i vjetër. Më i vjetër sot. Edhe është më i vjetri sot në gjithë punëtor. Unë kam metë. Jo, a më mentuar në bicikletë? Ha? A më mentuar në bicikletë? Po gjithmonë vite për borë për shkrim e bicikletës, s'ka pas makina atëherë. Në borë edhe në shi, vite. Edhe vite e bicikletë për borë për shkrim. Po. Pal, ma kujto pak punën këtu. Punën. Që i vogël fare? Qysh i vogël? Unë shik i vogël në 55-ën kam hi, kam në libresat me veti. Po? Në 55-ën kam hi në punë. E në shkova ke puna, me thënë drejta një 3 vjetë e para hësha ke se nuk disha punën e nuk disha vetëm me hamallik të gjitha. Dikur fillova ja mora dorën punës, kalova nims mani ke konvertitori, ke prodhimi bakrit. E ne kam vazhdu nims mani ma të epër kam vazhdu nims. O zhëllist kam qanë, si me thënë, ke konverti. E ne kam vazhdu mani nims me vinxët e me ngarkesën e konvertitorit e me... E kam bo një 32 vjetë e sa, 32 vjetë e pak. Shiko, a keni qenë me norma, si keni qenë ju? Po me normë, çdo gjë me normë ishte. Me normë ishte. A ka ndodhur ndonjëherë që ti s'ke bën normën? Në i rast ndoshta se unë kam qenë me kolektivin, ai kolektivi em ke konverti ishin 7 vetë bashkë. Po. Prodhimi bakrit është rrallë herë se kemi dalë pa prodhim. Kam punu me kulprinkule, me palkulmarke, me shumë njerëz kam punu. Po, shumë mirë që mi sjell këto emrat. Shumë mirë, këto emrat e hershëm që kanë qenë kështu. Po, tani mi trego pak ato dokumenta që ke, ku i ke ato dokumenta? Çfarë më the mua që kam? Çka ke pas? Po, cila është kjo? Kjo është fletë hyrje? Për këtu, ha? Kjo është leja Ha. qarkullimi i bicikletës. Po, atë ma jep atë lejen e qarkullimit të bicikletës ta shoh.
Prit ta shoh afër. Kjo është e dhjetra, kjo është e fotokopja. Po. Bicikletë. Jo, kjo është e vjetra e bicikletës kjo. E është. vjetra. Pa prit ta shoh, prit Kjo ta është shoh. fotokopja. Kom te zoti thotë, çfarë thotë kjo? Leje qarkullimi, leje qarkullimi me bicikletë. Shi. Pas e paguaj dhe i taks. Por në atëherë ka pas pagesë, po A? nuk e di. Po pra, pasaj taks atëherë, me lujt me bicikletë, me lëviz me bicikletë, pasaj taks. Pra, ka Po ku qenë taksi 500 lekë. 500 lekë, po e thot 500 lekë. Po çfarë viti e ke marrë këtë? 500 atëherë ka qenë më mirë se sot. Po pra, po çfarë viti e ke marrë këtë? Çfarë viti e ke marrë këtë leje? Në 63-shin, bre. Shi, po. 1963. Anton, se ti ke qenë Kalamon 1963. Jo, kom pahim punë Në qa? 58. Në 58 ke hy? Kam im punë. Në 58? 58 kam më glasa, kësaj jam në 58. Edhe je fut Kalamon? Hidrolik, po. Hidraulik, okej. Po shi, ky ka pra? Hidrolik. Kam po janë ku me vat për. Ti ke pas gjithë aty. Po. Sa bukur. Pra, ky dokumenti i bicikletës shumë interesant. Edhe me maj këtë. Ha? Shiko, shumë për herë po Anton, për herë parë shoh një dokument biciklete. Për herë parë. Ma ka marrë lek gjonin, po ato bo fotokopjen, ma ka marrë një fotokopje leka. Po? Thash po sheta, po tha jam kurioz tha me po. Shumë e bukur, shumë e bukur. Okej. Anton, unë fakt te e solla këtu edhe për një gjë, që të vije me bicikletë për atje, edhe sot ka ardhur me bicikletë, pra 90 e sa vjeç. Prej shtëpie, vje për ditë, merr bukën, merr ushqime tu, pi kafe me shok, edhe unë e solla me kujtu ato vite. Kështu. Ti je në mosh, je më i ri se ky. Je një gati 10 vjet më i ri, ë? Te 90, Unë 90 kam kalu 90. 8 vjet para meje. 8 vjet para te. Por kjo do thotë që ju jeni një shembull se si trit duhet ju ndjekin. Atëherë për të jetuar sa më gjatë. Skemën e shkrirjes bagrit. Ashtu. Ku mendon se ka punu Pali? Zël gjepa, ditë pala të ku forda madhe, to. Po. Na trego pak. Shkrirja, ku është shkrirja? Forda vogla. Po këto që janë këto të tjera? Kjo koverti. Ha? Kjo koverti. Ke konverti, ha? Gjoli, shoko në gjoli. Po. To e konvertet. Po. Kalimi gazet të konvertet. To e në kalimit e... Tani do me Pali, tani e shon memorin atëherë kur punote këtu, ja. Për shembull, është ky metalurgu këtu. Ha? Ky. Kjo është ai. I shkrirjes. Po, i shkrirjes. Ashtu. Edhe vjet gjithë skema. Sheshi i Lëndës, e tjerë. Kanali i gazave të aglomeratit, ha? Do t'jetë korrigjoli. Po, Po. ai korrigjoli. Okej, unë do të shoh gjendjet sa pamje, që besoj do të jem pamje dhe herë. Pa me bicikleta. Të lëviz pak. Dhe në visi. Unë e di se sa ditë ti mos mundem me hetë, sa ditë dhe ti më kesh. Tu unë bëna pak gjiro me bicikletën e Pali. Pali është ciklisi më i vjetër, jo i Birditës, po nuk e di. Edhe metalurgu më i vjetër apo ti. Kënaqësi e madhe kjo bicikletë që e mban 90 e sa vjeç, e mban në sinergji shumë pozitive. A shumë kënaqësi edhe është gjëja më e bukur që unë kam kaluar
këto kohë, dhe ti je një model fantastik për të rritur dhe për gjithë. Unë falenderoj shumë. Herë u rrit nera në Priu. Jo, nera jote, nera ime, s'ka lidhje, nera jote. Shumë falenderoj. Po, ato falenderoj. Falenderoj shumë. U rrit nera jetë në gjatë. Po, një këshill tani që t'ja u japish tjerëve, edhe trive. A trin për kafe apo televizor? Çfarë bëjmë? Thuaj. Televizish në bicikletë çfarë do të thonë? Jo, lëviz jam mua është të mirë. Sa ditës lëviz, sa ditë jam keq. Ashtu, pali thot, a ditë që nuk lëviz me bicikletë, a ditë jam keq. Kjo jetë gjallë. Jetë gjallë dhe kështu të shnershme me bicikletë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Hajde. Besoj keni qenë të kënaqur nga kjo intervistë, nga kjo bisedë e bukur. Ndërkohë që kemi disa minuta tani për të dhënë një gjë tjetër që është shumë e veçantë që u zhvillu këtë ditë në katedralen e Rrëshenit. Është një prift i ri, Gaetano Leshaj. Gaetano ka lindë në Lushje dhe mu më bëri shumë përshtypje kur u bë shëgurimi meshtarak e atij nga administratura apostolike e Jugut. Është prifti i vetëm shqiptar, pra nga Veriu dhe nga Mirdita, që do të shërbej si meshtar dhe vazhdon të shërbej si meshtar në administraturën apostolike të Jugut. Gaetano është një djalë i formuar, është një djalë shumë interesant. Unë kam bërë një bisedë edhe duke kërkuar falje sepse nuk arrita dot të isha në Lushje për shkak të angazhimesh të tjera. Gjithsesi, edhe për ta respektuar, edhe për të thënë që gjenerata e re e Kishës është gjenerata që besoj do të frymëzoj shërbimin baritor edhe në trevat tona. Po aq më tepër kur të shërbej në jug, ku janë komunitetet e Veriut, ka plot komunitete, siç janë komuniteti e Mirditës e më radh, edhe të besimit katolik, dhe është shumë e veçantë që një djalë i cili ka lindë në plug të Lushjes, sepse familja ka migruar brenda vendit atje, pikërisht bëhet bari i Grigjes në zonën e Jugut. Ndiqni Gaetanon në intervistë që e kam bërë te Katedrala e Rrëshenit dhe është një etyd i shkurtër, është si një lloj bekimi që vjen nga besimtarët në një moment shumë interesant për jetën baritore të këtij djaloshi nga lufajt e Mirditës. Ndiqni. Sot kam marrë edhe për të kërkuar ndjes ndaj një djali të ri, tuke Kisha, për të kërkuar ndjes se nuk shkova dot në Lushje. Nga që ishte shëgurimi meshtarak i Gaetano Leshit, dom Gaetano. E jashtë nëjësi, a do më fali që s'ka marrë atje? Patjetër, a shumë i urtë kjo. Shikota, që ka i gjëtë veçanë, sot do t'jetë një mesh, unë kam për ta ndjek, një mesh që kjo do drejtoshti Gaetano. Po, do këntoj sot për të gjithë. Për me falenderu Zotin, për çdo bekim e çdo dhuratë që na ka dhënë jetë, pastaj edhe pjesa origjinës, pastaj është normale që lidhet edhe më shumë lidhjet e gjakut edhe patjetër. Që ta kuptoni kush është Gaetano. Gaetano ka lindë në plug Lushnjës, apo? Po. Nga dy prindër mirdor, babi nga fshati Lufa i Mirditës. Plum Leshaj. Edhe mami? Mami ka lindë në fshatin Kurbnesh, por origjina është Prosek. Për i Proseku? Po. Tani është interesant. E po na bje që e tim kjo, ha? Okej. Është interesant, dy prind në Lushnjë, dhe ti ke lindë në Lushnjë. Po. Pse në Lushnjë prindet? Po, sepse ata kanë lëviz në vitin 93, nga zonat këtu atje, por sigurisht për motive ma shumë ekonomike, shoqërore, edhe mungesat e që në atë kohë dhe për një jetë ma të mirë. Për një jetë ma të mirë, atje. Okej. Tani ti atje në Lushnjë, je shkuru meshtarak, nërkohë që ke disa hapa, kur ishte thirrja që ti kuptove që ke një thirrje, kur ishte thirrja, sepse ti fillove rrugën e meshtarakut. Patjetër. Do të thonë një rrugë tjetër që jo shumë të ri e ndjekin. Sigurisht. Patjetër, e para ajo është një thirrje që vjen prej Zotit. Edhe nga ana tjetër është liria e njeriut, e liria jeme që i përgjigjem kësaj thirrje. Normalisht që e gjitha ka një histori, por
deshta me fillu pak edhe me familjen, sepse tradita, besimi, feja fillon me ranjët, me familjen, kështu që kam pas fatin me pas një gjyshe shumë besimtare, edhe pse në atë kohë nuk lejohi besimi, por ata e kanë zhvillu pjesën e besimit në familje dhe kështu që edhe mu ma kanë përqu familja pjesë parë. Pastaj hapi i dytë është famullia. Famullia Shën Pietri e pali lushnje. Lushnje, po, është kisha atje, kisha katolike. Po, hapat e parë me katekizmin, me mësimet e fesë, pastaj me Donzenon, që ka qenë ish famulitari aty në atë famulli, edhe dal nga dal është pjek edhe jeta në fe, jeta në thirrje. Pastaj edhe me hapat e tjerë duke u rrit, si adoleshent, si djalë i ri, një dëshirë e madhe ka qenë se pse mos të kiem edhe unë, si Donzeno, pse mos ta kem edhe unë një jetë si kur e ka ky, me allguru të tjerëve. Bravo. E pastaj avash thirrja është pjek edhe më shumë me kalimin e viteve për me mbledh shkurtimisht. E pastaj kam hyrë në seminar. Pastaj në seminar je shkolluar? Seminari është vendi. Ku je shkolluar pak a shumë? Unë jam shkolluar në seminarin ndërdiocezan në Këshillit të në Shkodër. Po. Dhe thjesht kam përfunduar vitin e fundit të formimit, po themi e kam bërë në Itali. Në Instituto Teologico Pontificio Leoniano. Është në zonën e Ananjit, afër Romës. Okej, tani kemi parasysh administratura apostolike e Jugut. Po. Dhe për herë parë shkurohet një prif dash më tepër një miritor në lushnje në Jug, pra e Jugut. Kjo është veçantia, domethënë. Shumë e bukur kjo. Është shugurimi i parë me shtarak shqiptar. Shqiptar në Jug të Shqipërisë. Shihe. Nga Mirdita mon, fantastike, shihe. Domethënë edhe gjaja e bukur është që i pari prif shqiptar në Jug të Shqipërisë vjen me origjinë nga zona e Mirditës. Edhe për këtë falenderoj Zotin, edhe për këtë do ta kremtoj edhe neshën sot në orën 5 këtu në mrekulli, shiko, ne kemi miritor, kemi në disa zona të Jugut, si për shembull është Lushnja, është një pjesë e Vlorës, ka në Vlorë, ka në Borsh, në Sarandë, në Sarandës, etj. Ti ke shku gjatë kohës si diakon, unë tani nuk i di shumë këtë hierarkisë fetare, por kaq sa shumë. Pra ti ke shërbyer nëpër komunitetet e Mirditës atje? Patjetër, unë kam normal që nuk ka kisha katolike, ka përgjithsisht ortodokse kështu, por ka disa kapela me të cilat kujdesen motrat, më shumë motrat që janë aty në përbashkësi të ndryshme. Unë kam shku si seminarist, kam shku si diakon më vonë, edhe kam shërbyer në këto vende, pastaj edhe kur më pyesin për punën e origjinës, sepse e shohin që nuk jam me origjinë nga Lushnja, por është dialekti ai që vjen edhe ndukja dhe më pyesin. Edhe kështu që fillojmë të bëjmë muhabet. I njoh, i takoj herë mas here. Unë shoh që militorët atje duan. Po, kjo është e vërtetë. Dhe ti ke ardhur sot me thënë që ti je jo vetëm militor në Jug, në Lushnjë, po je militor në Raj. Po. Kështu që ne do të njehim, mund të njeh gjithë meshën. Na shumë kënaqësi që të shoh nga një prit i ri, që ke urtakti. Kështu, orator, i pas ke gjitha, pas e formim, kultur, edukat dhe gjitha, dhe është nësi e madhe që unë njoh një prit të ri militor me këte format që ke e ti. Unë të falenderoj për zemërsisht. Okej. E ndjekim në orën sot, jemi në orën 5 mazën. Në 5 me arme njek meshën e një djali të talentuar militor në fushën e teologjisë, besimit dhe të humanizmit. Falenderoj.